A është inteligjent Albin Kurti, prof, në libra tu? Në një mënyrë ballkanike, po. Okej. Që të se pas nani? Po, në një mënyrë ballkanike, po. Në kuptimin me manipulu masat, me gjujt ndonjë laf, me kriju ndonjë frym, me kriju ndonjë kështu ide të gabune, do thotë ju përngjan kohë shumë këtyre njerëzve inteligjent që ka pas Ballkanit dhe që kanë pas një pushtet politik absolut në shekullin 20 në një mënyrë kështu banale, ballkanike, më shumë në frymën e Ballkanit dhe të Evropës lindore se sa një inteligjencë kështu perëndimore, ku njëri prej kapacitetit tij kështu që ka dhënë natyra apo dijes tij e bën më të mirë për vendin. Kur e ke taku për herë të parë, kur a je taku në herë, si më thonë, ke pas e kam taku mbas luftës në Kosovë, ndërsa për herë të fundit e kam taku para 2 vitësh do të thotë ku kem net, ku kem pirë kafe, para 2 vitësh në Varshava apo Bratislav, ku kemi qenë 2 panele ndryshme. Dhe unë isha me një tavolinë me Karl Bildt dhe me Lajçakun. Dhe isha në përplasje me ta, dhe erdhe Albini dhe ju tha aty në mos po kritikon në veri qeverinë të tha jo po na kritikon neve, unë isha brutal me Lajçakun që ato kur dul marrëveshja e Brukselit.